إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërime dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut, ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Allahu subhanu wa ta'ala në për ajete kuranore dhe Muhamedi alayhi salam në hadithet e tina na ka tregu për disa vepra që nëse I bajmë, Allahu na fal neve, Allahu na mëshiron neve. Allahu na ka tregu disa prej shkaqeve që me fitu faljen dhe mëshirën e Allahut është tauhidi, është njësimi I Allahut në adhurim, se thot Allahu الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون. Sa I përket për ata të cilët besojnë dhe nuk e përzihen besimin e tyre me shirk, me padrejtësi, me idhujtari, pikërisht atyre u takon siguria, atyre u takon rahatia, atyre u takon e mira dhe ata janë të udhëzuar. Ka ardhur në hadith kutsi ku Allahu subhanu wa ta'ala thot: O biri Ademit, nëse vjen të kun me gabime dhe me mëkate sa masa e tokës, sa është toka e madhe, e pastaj takohesh me mua, pa më shoqëruar asgjë, pa mba shirk mua, në adhurim, unë ty do të vi sa masa e tokës me falje dhe me mëshirë. Kështu po na mëson Allahu subhanu wa ta'ala. Shkaku tjetër që Allahu me na falë dhe me na mëshiru, me arrit faljen e Allahut, është istikfari, është kërkim falja ndaj Allahut subhanu wa ta'ala. Se thot Allahu, wastaghfirullah, inna Allaha ghafur rahim, thot kërkoni falje prej Allahut, se Allahu me të vërtet është falës I madh dhe është mëshirëplot. Thot Allahu, për ata që bëjnë vepra të turpshme dhe I bëjnë dëm vetes atyre, e kujtojnë Allahun dhe I kërkojnë falje për gjunahet e tyre, e kush I fal gjunahet pas Allahut. Kush ka thot Allahu? Ata të cilët kur bëjnë vepra të turpshme, pra mëkatet janë vepra të turpshme, janë vepra të këqija, ose I bëjnë dëm vetes së tyre, ti me mëkat nuk I bën dëm Allahut subhanu wa ta'ala. Se Allahu dëm kur kush s'munut mi bëhe. Ti me mëkatet e tua I bën dëm vetëm vetes tone. Se që thot Allahu në Kur'an, thot të mirën e keni prej meje, ndërsa të keqen e keni prej vetës tuaj. Nëse të ka ndodhur një keqe, të ka ndodhur vetëm për shkak të mëkateve tua, për shkak të gjunahave tua. Andaj, biri mas vetës, kujdesu për mëkatet e tua, edhe kime pasu si ka më të përmirësu jeta jote, se si do të përmirësohet e rahatia në jetë tanë edhe do të jesh më I lumtur. Shkaku tjetër është frika ndaj Zotit edhe kur je në fshehtësi, edhe kur je në publik, edhe kur je vetë të shtëpia, edhe kur je në punë, edhe kur je vetë të shtëpia, edhe kur je para shoqërisë,
edhe kur je vetë në shtëpia, edhe kur je në xhami. Më kanë i njëjti, me pas frikë Allahun në çdo moment edhe në çdo gjendje. Thot Allahu, o besimtar, nëse i frikojni Allahut, ai do t'ju jap aftësinë e të gjykuarit drejt, do t'ju liroj nga gjunat e tuaja dhe do t'ju fal. Allahu zotron mirësi të madhe. Pra banu njëjtë. Qashtu, banu njëjtë edhe në fshehtësi, edhe në publik. Se kjo është shenjë e sinqeritetit ndaj Allahut subhanu wa taala. Kjo është shenjë se ti je prej besimtarëve dhe nuk je prej hipokritëve, nuk je prej atyre të cilët janë me dy fytyra, herë ashtu e herë kështu. Shkaku tjetër është bindja ndaj profetit alayhis salam. Prej shkaqeve për me arrit faljen e Allahut është bindja ndaj pejgamberit alayhis salam, ndjekja e sunetit të pejgamberit alayhis salam, se çka thot Allahu në Kur'an, kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Thuaj o Muhammed, nëse e doni Allahun, nëse e doni krijuesin tuaj, atëherë më ndihni mua, ndihni sunetin e pejgamberit alayhis salam, që Allahu t'ju do juve, që ju të arrini dashurinë dhe kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dhe t'ua fal gjunat e tuaja. Allahu është falës i madh dhe është mëshirëplot. Pra na, sa më shumë që e ndjekmi sunetin e pejgamberit alayhis salam, përpiqemi me ndjek sunetin e pejgamberit alayhis salam, aq më shumë ka më na fal Allahu subhanahu wa taala me falën e tij të madhe. Pra prej shkaqeve që Allahu më na fal, po edhe me fitu dashurinë e Allahut, kënaqësinë e Allahut, është ndjekja e traditës së pejgamberit alayhis salam. Kjo, kur folme dhe thomi, me ndjek sunetin e pejgamberit alayhis salam, na nuk e përmendim se ka ecë pejgamberi alayhis salam me deve dhe tash edhe natë me deve me hec. Nëse pejgamberi alayhis salam e ka pas një veshje të saktuar që ka qenë traditë e atij populli, domethënë që edhe na mu vesh tash. Jo, po e kena fjalën për jetën që ka jetu pejgamberi alayhis salam, që është sjell pejgamberi alayhis salam me gratë e veta, me familjarët e vet, me shoqërinë e vet, me njerëzit në përgjithësi, me ndjek sunetin e pejgamberit alayhis salam, se si e ka respektuar farefisin, se si ka fol fjalë të mira, se si nuk ka shah, se si nuk ka ofendu. Me pas shembulltir pejgamberin alayhis salam në jetën e përditshme, në sjelljet e tina, në moralin e tina, në karakterin e tina. E nëse na kena parasysh pejgamberin alayhis salam, patjetër se na kena më bën njerëzit mirë. Sa ka njeri më të mirë se kur e ka shembulltir, e ka shembull më të mirë në njerëzimit. Muhammedin alayhis salam, vullën e gjithë pejgamberëve, njeriu më të mirë sipërfaqen e tokës, që e ka zgjedhur Allahu subhanahu wa taala. Ndjek në sunetin e pejgamberit alayhis salam dhe do të faleni, do të shpëtoni dhe do të fitoni xhenetin. Shkaku tjetër, abdesi që marrim për çdo namaz, o shkak që Allahu më na fal gjunat e tona. Për çdo namaz që na marrim abdes, çdo pikë që bjen prej trupit tonë kur të marrim abdes, çdo pikë e ujit, këto këtë janë falje prej gjunave, këto janë këtë falje prej mëkateve. Çdo namaz që na e bami, është shkak që Allahu më na fal dhe më na mëshiru. Prej namazit deri namazin tjetër, Allahu t'i fal gjunat e tua nëse je për atyre i cili i fal 5 kohë namaz. Ka thirr sabahu, je çuaj ke fal namazin e sabahut në vakt, në xhami me xhamat. E ke prish gjumin tan për hir të Allahut, e ke prish rahatllëkin tan. Ka koha drekës, e ke fal namazin e drekës, namazin e kindis. E ato mëkatet që i ke kryti midis namazeve, Allahu t'i fal për shkak ti namazit që ti e ban për hir të Allahut subhanahu wa taala. Shkaku tjetër është sprovat e robit në veten e tij, në pasurinë e tij, në humbjen e të afërmit të tina. O shkak që Allahu me t'i fal gjunat e tua. Se thot pejgamberi alayhis salam, çdo gjë që e godet besimtarin, çdo sprov që e godet besimtarin, qoftë ajo smundje, lodhje, mërzi, siklet, pikëllim, sa që edhe thera thot me hi, kjo është pastrim prej gjunahave. O shkak që Allahu me t'i shli gjunahat e tua. Prandaj, mos keni mendim të keq për Allahun kur Allahu ju sprovon. Allahu ju sprovon se po ju don. Allahu po ju don dhe po ju sprovon, don me t'i falë Allahu subhanahu wa taala gjunahat e tua, mëkatet e tua. Prandaj, këtë njerëzit janë sprovuar, këtë njerëzit janë me probleme, me gajle, me derte. Pse i sprovon Allahu? Që Allahu
mja fal mëkatet dhe mja fal gjunahet. Shkaku tjetër është lutja e fëmijës për prindin e tina dhe kërkimi faljes për të, kur ta lish një fëmijë të mirë, një fëmijë të mirë, një fëmijë të hajri që e fal namazin, ai ka me bë dua dhe ka me bë lutje për ty sa ti je gjallë, për çdo namaz. Për çdo namaz. Rabbena gfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumun hisab. O Allah falë mu dhe besimtarët, fali edhe prindërit e mi. Për çdo namaz ki mu lut për prindërit e to. Prandaj edukoni fëmijët me islam, edukoni fëmijët me namaz, me sejdën ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe fëmijë ka mu lut për ty. Çish ka thënë pejgamberi alayhis salam, kur des njeriu i ndërpritën të gjitha veprat, i mshiret më tefteri atina. Përveç se në tri raste, sadakaja e vazhdueshme, ditëria të cilën e ka lënë që të tjerët përfitojnë akoma, dhe fëmija i edukuar mirë, i cili lutet për të. Pra vetëm këto janë veprat që pranohen, që i shkojnë sevapët në kontën e të vdekurit, që ka bë përjashtim pejgamberi alayhis salam. Elusë Allahun e madhruar që më na falë me falën e tij të madhe, më na mëshiru me mëshirën e tij të madhe. Elusë Allahun e madhruar më na bë prej banorëve të xhenetit Firdaus. Me na mbrojt prej zjarmit të xhenemit, me na mbrojt prej çdo fjale, prej çdo vepre, prej çdo cilësie që na çon në zjarrin të xhenemit. Elusë Allahun e madhruar me na ndiqu natën e varrit, me na lehtësu urën e siratit, dhe elusë Allahun subhanahu wa taala me na të bun xhenet, çashtu çish na ka të bun këtë vend. Walhamdulillahi rabbil alamin.